Zëdhënësi i policisë rajonale në Prizren Tokeri Shoqir Bityqi njofton se më data 28 shkurt 2026 rreth orës 22, policia ka pranuar informacion se në fshatin Manastric Prizren ekipi emergjencës mjekësore kishte konstatuar vdekjen e një personi. Njësitë patrulluese policore kanë dalur menjëherë në vendin e ngjarjes, ku është kuptuar se viktima me inicialet RB, mashkull rreth 50 vjeç, dyshohet se ishte ngjitur në një shtyllë elektrike për të rregulluar një problem elektrik. Si pasojë ai dyshohet se është goditur nga rryma elektrike duke pësuar lëndime fatale. Viktima nuk ka qenë punëtor i kecit. Në vend të ngjarje kanë dalur hetuesit e stacionit policor në Prizren, njësia forenzikës si dhe hetues nga sektori rajonal i hetimeve, të cilët kanë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore. Pas mbledhjes së provave dhe dëshmive nga vendi i ngjarjes, me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për ekzaminim të mëtutjeshëm. Hetuesit policor në bashkëpuntim me prokurorin e shtetit janë duke punuar për sqarimin e plotë rrethanave të këtij rasti. Nga policia kanë bërë të ditur se viktima nuk ishte punëtor i kecit dhe se po hetohen rrethanat e rastit. Liri, me ju në çdo iftar.